Qytet, përshëndetje. Mirë, si e? Ja, kemi ardhur në qytetit tonë. E kemi ardhur si antar departamentit Brengen, kemi filluar një tur të Shqipërisë, ku dëshirojmë të ndihmojmë kandidatët e Partisë Demokratike në këto zgjedhje parlamentare dhe sigurisht qytetin e parë nuk mund mos e fillon nga Shkodra, qyteti jo. Një prej themeluesve të departamentit Brengen, ata është Nadika Elbaj, një prej kontributorëve më të mëdhenj dhe spikatët të departamentit. Faleminderit. Lema parë është insistencë në departamentin. Faj departamentu se fishën. Unë do doja ta filloja me këtë flyersin tat, fritushkën tënde, sepse pra për shumë përshtyki. Peso vedi, voto te. Është një prej sloganave më të bukura që kam dëgjuar prej shumë kohësh dhe do doja që ta shpjegoje pak kuptimin e tij. Atëherë kjo zatu një bisedë në taksi, ku shoferi po ankote si shumica e shqiptarëve për gjëra që nuk shkojnë edhe në të tjera, pa vëndësim për me ndryshu sistemin. Dhe fakt tu shitet vota thua, tu nuk mundesh me avancu, nuk mundesh me ndryshu asgjë sepse këto në fund ditës e blejnë votet. Kaq lek, kanë bërë shumë lek sa që e blejnë votet. Po mirë më thonë unë, pse mendon ti se ai që e blen duhet me gjetë dikën që e shet votet. Pse no ky fenomen? Po fat sepse shqiptari nuk beson vetin. Nuk beson vetin dhe kur nuk beson te veti, automatikisht ai pranon diellin, pranon kriminalet në parlament, pranon mos përfaqësimin, pranon gjithçka, sepse nuk ka besim te veti. Dhe mund limi kjo idea dhe famë beso vetin, voto tetin, sepse diskutuam edhe me një grup miq, domethënë, ndërkohë që po vishin ide, dhe mandaj na vënë edhe pjesën dignisht që shkohet edhe me rin, beso vetin, voto tetin, dhe besimi te veti, bashkë me besimin që jepet tetit, unë besoj që bëjmë një... Është një bashkimi i besimit që individi ka ke vetja dhe besimit që ti ke në kauzën ta. Pa ndërsyeshëm, shpresoj dhe nesër në paralelisht. Unë ty të njoh që nga fillimi për 2 vite e gjysmë të bërë shumë betejë politike bashkë dhe padyshim që për mua një prej forcave më të mëdha të tuaja është pasioni që ti ke, zjarri që ke në debatin publik dhe me një lloj fisnikërie të dignitetit të përhershëm të debateve. Ti në këtë betejë elektorale, cilat mendon se janë forcat e tuaja, vlerat e tuaja që ja vlen të përçojnë dhe që duhet shkojnë tek qytetarët e shkollës? Po, edhe optimit që një ndërtu bash, në fillim ishin diku te 5-6 dhe sot kena arrit afër 100 persona që besojnë pak a shumë tek e njëjta filozofi pune, gjë që nuk ishte ndonjë forma përpara në Shqipërinë, politikën shqiptare. Departamenti Brengen është rësi përveç se në Partinë Demokratike në gjithë politikën shqiptare. Dhe forca që unë ka pas të tanë këtë rrugtim të marrë dhe hypur, pa kanë andrinin, forca me andru, forca me andru të pamëdhëna. Dhe i kena provu këtë eksperimentin ose eksperiencën tonë, por e kam provu edhe në rrugtimin të unë besoj që momentin që njeriu beson te diçka, adhuron te diçka, Zoti ose situata liçi tërheqjes ti ofron edhe mjetet për me arritë atë gjë. Dhe forca jeme më e madhe është me andru. Unë për shembull po tregoj një rrugtim temin profesional, masi kisha kryer shkollën e inxhinierisë në timin që nuk ishte pasioni që thoni, që fete nuk ishte pasioni jam. Pasioni im ishte politika, historia, njerëzit, ana marrëdhënie sociale dhe në atë periudhë punosha, pra kisha një rrotë mirë, menaxhosha diku tek 20-25 persona, kisha një jetë krejtësisht qetë dhe zgjoha dhe krejtësisht artin teme sepse androsha për me jetu pasionin tem, që ishte politika. Dhe i kanë Francë, po për me financu studimet e mia në Francë, mundesh me punu, me shpërnda pica, me pastru peshkur, janë krejtësisht punë dinjitoze, por janë punë të vështira në krahasim me punën që bësha dhe punë që nuk paguhen aq mirë. Sidomos kur u duhet e kohë edhe për me studiu edhe për me punu. Pra, kjo ka kanë forca jeme më e madhe, andrimit. Dhe ne kena përçu edhe nëpërmjet departamentit Brengen, në këto 3 vite kena përçu që po e ambron diçka atë e realizon. Vën në Shqipëri besoj që pa nevojë për politikanë që androjnë, sepse është bogati e pa mujtën një Shqipëri ndryshe. Ti ke disa muaj që në fushat, e që ta kujtojmë, ke marrë pjesë edhe në primare, ke dalë fitues për këtyre primarëve dhe tashmë kërkon votën e qytetarëve, gjithë qytetarëve të Shkodrës. Si ndihesh ti pas gjithë këtyre muajve të kësaj fushate dhe çka mendon se janë vështirësitë e mëdha që ke hasur apo që do hasësh në vazhdim? Një ndër bisedat që kena pas bashkë më thoshte është maraton, është rrugë e gjatë, kështu që ruaj energjitë, shpërndajnë proporcionin e duhur. Edhe që më habit mua është se si energjia në vend që tu ardh me ra, tu rrit, si më thënë, dhe besoj forca kryesore është adrenalina që t'jep ka fushata kur bagë fushat për me kenë vetë pjesë e garës. Sepse në për fushata unë da ma pjesë qysh 14 jetë, po për herë të parë bëj fushat për vetin, kërkoj votë për vetin, për tetin. Edhe
besoj që ajo adrenalina që kje pa fushata më ka dhanë shumë energji dhe besoj që do ta gjej deri në fund maratonin. Por po alla ato vështirësitë e veta, të cilat kryesisht për vendimin tim është mentaliteti, po mentaliteti i dorëzimit që ka se tek njerëzit. Fakti që nuk bëhen, është e pamuajtur, ose janë gjithë njësoj. Dhe ne si brez, pavarësisht se jena brez që kena lind në demokraci, jena arrit në demokraci, dhe ky është fati për Shqipërinë, besoj se kena një brez clear që është gati e kontribuar për politikë. Jo thjesht nga spektator politik, se majnë disa ngarkesa që nuk na takojnë. Ne kena diskutuar shumë edhe te departamenti pjesën e lidhjes me disë breza ose pjesën e refuzimit të mesazhit që këtu nuk është pasi gjatë 34 vite. Ne misionin kena për me çu më lart, por besha për me shpjegu që nuk është se s'është pasi sa këto 34 vite, pavarësisht dëshirave që pa populli shqiptar, pavarësisht pamundësinave në një plan ndryshe, ne kena arritur se më thanë në pëllu një anë. Cila është gjë e parë që ti do bësh me 12 maj nëse zgjidhesh deputet përgjithësi? Gjëja e parë që kam e bëra është diçka që unë e shoh defekt të politikanit në përgjithësi shqiptar është momentin që ai arrin fitore, fal njerëzve, e hub lidhjen me njerëzit. Gjëja e parë është do të kthehem tek ata që i kanë përku votat. Jo vetëm tek ata që i kanë përku votat, po ata që më kanë dhënë pa ja përku. Ose edhe tek ata që nuk më kanë votuar hiç, sepse në fund ditës unë kam qenë përfaqësuesi i qytetit, po ata më kanë përfaqësuesi i një zone të caktuar, por i shkodranëve, nuk kam qenë vetëm përfaqësuesi i demokratëve, por fillimisht do ta filloj me njerëzit që kanë besuar te unë dhe më kanë çuar në parlament, sepse kjo lidhje jo vetëm që është një formë mirënjohje ndaj tyre, por edhe është lidhja për rrobën që do të marrën, puna jonë është me marrë lidhjen me këtë kategori njerëzish, të cilët të kanë deleguar po them pushtetin për me marrë vendime në parlamentin shqiptar. Kur ka të në parlament, ditën e parë, kur ti jesh në parlament? Ditën e parë do të bëj betimin. Po ditën e dytë atëherë, ditën e dytë, javën e dytë, vitin e dytë në vazhdim pra gjithë mandatit tem, po duke filluar qysh ditën e parë, kam e kanë më fokusu te 3 prioritete që unë kam caktuar në nëntën teme që i mungojnë Shkodrës, sigurisht duke shku paralel me programin e Partisë Demokratike, që është popullimi ose ripopullimi i Shkodrës. Pa Shkodra mos kthehet një qytet i madh Airbnb, por një qytet ku mundesh me punu, mundesh me jetu, mundesh me ndërtu të ardhmen tone, pa forcimi i familjes, forcimi i ekonomisë, i bizneseve të vogla pra, ose bizneseve të reja për startupeve, pa më u kthy një qytet ku mundesh me ndërtu të ardhmen. E dyta është një qytet ku ti mundesh me studiu. Universiteti i Shkodrës është të na renditje, cilësia e shkollimit ku edhe njëri studentave që mjekun Universitetin e Shkodrës duke u kthyer një universitet që nuk shkojnë më as Shkodran, dhe ne më po thënë për Malizi, Lezhë, Kuksi që kanë ardhur vazhdimisht në vite një universitet që pa pas pesh të pakën për disa dekë caktuar. Dhe e treta me hek nga fetrat e krimit qytetin që është qyteti i traditës, qyteti i kulturës. Dhe këto 3 shtylla pra, jetueshmëria dhe ripopullimi, arsimi dhe qetësia, siguria ku njerëzit që mos shkojnë tek vendat për me i siguru ambientet, për me qaj një hall, për me zgjill një punë, për me marrë një bërç, për të jenë institucionet që ti përqiqin qytetarit. Këto 3 shtylla unë do t'i ndërtoj duke insistu edhe brenda partisë teme politike që kanë pas nesër pushtetin për mi realizu ato gjëra. Lidhje me premtimet që kanë bërë, por edhe në lidhje me çështje specifike që lidhen me Shkodrën. Dhe kësaj pune do të shkoj deri në fund. Ky do të jetë angazhimi im qysh ditën e dytë. Pasi për e betimit. Dhe do të falenderoj shumë, duroj shumë suksese. Ne filluam këtë bisedë me beso vedin, voto tedin. Unë do doja ta mbaroja me beso tedin, voto vedin. Faleminderit.